Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin ditën e sotme, për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush një përmbledhje të ngjarjeve se çfarë do të ndodhë sonte në prajmin e radhës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Tashmë të gjithë jemi të informuar që televotimi është anuluar. Tensionet janë rritur jashtëzakonisht shumë brenda asaj shtëpie, edhe pse banorët çuditërisht nuk është se kanë ndonjë informacion, domethënë se televotimi është anuluar, por siç duket, vllau i madh i ka lënë që ato të tregojnë tensionin e tyre deri në fund. Domethënë provokimet e vllaut të madh ndaj banorëve janë po aq të larta sa që ato e kanë krijuar tensionin vet, duke mos respektuar fillimisht kutinë e Pandorës, nga ana e Gretës, nga ana e Selin, nga ana e Gimpo dhe duke mos respektuar lojën e vllaut të madh. Në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë është shumë e rëndësishme kutia e Pandorës dhe shumë e rëndësishme respekti i asaj kutie, e kanë këtë gjë dhe në kontratë. Por Greta fatkeqësisht u tregua lojtare e dobët, bëri çmos për të prishur këtë televotim dhe sonte brenda asaj shtëpie do të hapet zarfi i zi, do të lexohet se cili është dënimi i banorëve për këtë zarf të zi. Tani, unë i kam mbledhur dhe i kam detajuar të gjitha ngjarjet në shtëpi, që në fakt edhe janë shtuar shumë ngjarje. Sonte do të diskutohet mbi shumë dinamika që ka ndodhur. Është java e parë, kështu le ta themi, që të gjithë banorët janë të tensionuar, që të gjithë banorët kanë krijuar debate, që të gjithë banorët kanë krijuar diskutime, që të gjithë banorët kanë krijuar luftra mes njëri tjetrit. Unë do ta them që në historinë e Big Brotherit ka patur shumë debate, shumë përplasje, shumë luftëra, tradhti, miqësi të thyera, por ka patur edhe surpriza që e kanë mbajtur mbërthyer publikun për ekrani. Por ajo që në fakt ka ndodhur këtë herë ishte një thyerje jashtëzakonisht e keqe. Ishte një goditje e drejtë për drejtë, domethënë Greta pështyu Juelën në fytyrë, gjithashtu domethënë edhe Marko goditi me dorë Shëndritin, por nuk janë vetëm këto. Ndodhen jashtëzakonisht shumë ngjarje. Zarfi i zi që anuloi televotimin ka qenë kryefjala e këtyre ditëve në të gjithë mediat shqiptare. Pyetja që do të bëj unë drejt jush është kjo: kush e paguan çmimin e shkeljeve? Sepse sonte këtu një banor apo dy banor do të skualifikohen nga loja. Zarfi i zi realisht në Big Brother do t'jepeshte shumë ditë më përpara, nga që Greta doli jashtë çdo kontrolle. Domethënë Greta nuk mateshte se çfarë flet, nuk mateshte se çfarë shkruan, duke e quajtur Juelën me epitete të ndryshme. Gjë që reaguan dhe familjarët, më ka patur reagime nga familjarët të Juelës. Domethënë çfarë do ndodh sonte? Fillimisht një herë do të komunikohet qëndrimi i vllaut të madh në zarfin e zi, që këtë herë pas 4 zarfave në fakt të tjerë, ky është zarfi 5 që në kupton do t'jetë zarfi që banorët do t'i shokon vendimi që do të merret nga vllau i madh. Do të përjashtohen 2 ose më shumë banor brenda natës. Të anulosh, domethënë anulimi i votimit të kutisë së Pandorës është një nga rregullat më kryesore të thyera, sepse kutia e Pandorës jepet brenda shtëpisë maksimum 2 apo 3 herë. Domethënë kutia e Pandorës është për të krijuar situata brenda shtëpisë. Nga zarfi i zi që do të komunikohet, domethënë vendimi i vllaut të madh për 2 apo më shumë banor, do të kalohet tek marrëdhënia e Brikenës edhe Selin. Brikena dhe Selin dikur ishin tepër të afërta me njëra tjetrën, domethënë asoconin në mike, edhe pse unë në fakt nuk besoj në miqësinë në Big Brother, por asoconin në mike, asoconin në shoqe me njëra tjetrën. Ditëve të fundit i kemi parë shumë të ftohta, i kemi parë domethënë shumë të egra kundërdrejt njëra tjetrës.
Ato kalonin ditën me biseda të gjata, me mbështetje, me strategji të përbashkëta, por Big Brother i këtë sekret ka, i zhvesh njerëzit nga maskat e tyre realisht, dhe marrëdhënia e tyre u shkatërua. Tani, cila është pika që Brikena dhe Selin u prishen? Është pika ku Selin u ndje më poshtë në lojë me Brikenën, u ndje më e dobët, sepse banorët po ja citonin gjatë gjithë kohës që Brikena është fuqizuar, Brikena është fuqizuar, etj. Apo ishte vetëm një debat që e ngriti Brikenën në këmbë, që i tha Selinit që kur të flasësh me mirin, mbaj një lloj qëndrimi tënd, mos u lësho menjëherë sepse kjo nuk të karakterizon ti. Sonte do të detajojnë ngjarjet, edhe pse unë jam i bindur domethënë që për këtë bëhet fjalë nga ana e Brikenës, ndërsa nga ana e Selin, realisht kam parë një lloj xhelozie 2 ditë më herët, teksa po qëndronte në verandë dhe po bisedonte me Gimbon, ajo thonte që unë jam çfuqizuar në fakt deri më tani në këtë lojë dhe ndjehem një banore e shtypur, e shkelur me këmbë në një farë mënyre. Dhe këtu në fakt e shoh Selinën, e cila ndjehet e mërzitur, ndjehet e thyer, ndjehet pa forcë kundër drejt Brikenës, dhe normalisht ato kanë hyrë me një qëllim të vetëm, që qëllimi i tyre është që ta fitojnë këtë Big Brother, dhe për këtë gjë Selin, domethënë, mendoj që vendosi që të prish aleancën që kishte krijuar me Brikenën dhe të krijojë një tjetër aleancë, një tjetër luftë, duke e quajtur si banoren më të fortë Brikenën brenda shtëpisë së Big Brotherit. Zakonisht, domethënë, Selin dëshiron që luftrat, goditjet, tensionet t'i krijojë me banorët më të fortë. Përpos di këtyre ngjarjeve, domethënë, kemi ballafaqime mes njëri tjetrit, ballafaqime shumë të ashpra, ndoshta edhe informacione nga jashtë, mesazhe nga jashtë. Do të kemi surpriza shumë të bukura emocionale për njërin nga banorët. Sonte ka 2 hyrje të reja brenda asaj shtëpie, që përflitet për një djalë dhe për një vajzë, domethënë një djalë i cili është me profesion DJ dhe një vajzë tjetër e cila është modele. Domethënë bëhet fjalë për 2 banorë të ri, emrat nuk do t'i bëjmë publik, edhe pse i dim emrat, dhe domethënë tensionet e cilat janë krijuar deri më tani në shtëpinë e Big Brotherit dhe deri në këtë pikë të lojës. Domethënë agresioni është shumë i madh, pyetja që bëhet deri ku do të shkojnë këto banorë për lojë, derisa do t'japin nga vetja këto banorë për lojë. Domethënë do të jetë nata më e tensionuar, do të jetë nata më e gjallë që ndonjëherë ky Big Brother ka patur, zakonisht kur zarfat e zi janë aktiv brenda shtëpisë, gjërat ndryshojnë.